Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në magazinën informative Infod këtu në DTV Media. Sot ishte dita e fundit e mosës së përkohshme që gjykata kushtetuese ja caktoi konstituimin e kuvendit dhe duke u ndaluar çfarë do veprimi për themelimin apo formimin e qeverisë së re, domethënë pas zgjedhjeve të shkurtit të këtij viti. Për të diskutuar rreth kësaj teme dhe temave të tjera, kam të ftuar sot në studio analistin politik Arton Muhaxheri. Mirpo së pari do t'ju njohim me lajmet e ditës. Gjak Kovej është dëshmitari i radhës në Hagë në mbrojtje të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Amerikani e ka nisur dëshminë para dhomave të specializuara sot me 30 shtator. Në ditën e parë të dëshmisë së tij në gjykatoren e dhomave të specializuara të Kosovës, ai tha se UÇK-ja ishte më shumë një lëvizje se sa ushtri. Ai ka shërbyer në Kosovë si zëvendës i përfaqësuesit special të sekretarit të OKB-s Bernard Kushner. Do t'i tha që në të vërtet nuk kishte marrëdhënie të një moment apo të rëndësishme me këtë trup të komandantëve në terren dhe që kishte shumë pak gjasa që ata të kërkonin udhëzimet e tij, aq më pak urdhrat e tij apo që të raportonin për aktivitetet e tyre tek ai. Kosova është renditur në nivelin e dytë të raportit të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e qenieve njerëzore. Në këtë kategori hyjnë shtetet, qeveritë të cilave kanë bërë përpjekje të konsiderueshme për ta luftuar trafikimin me njerëz, por që ende nuk kanë arritur të përmbushin plotësisht standardet minimale ndërkombëtare. Qeveria e Kosovës nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, por po bën përpjekje të konsiderueshme për ta bërë këtë. Qeveria demonstroi përpjekje në rritjen në krahasim me periudhën e mëparshme të raportimit, prandaj Kosova mbetet në nivelin e dytë, thuhet në raportin për Kosovën të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petret Malaj, të martën tha se Kosova ka një demokraci ende të brisht, e cila kërkon mbrojtje të vazhdueshme. Sipas tij, zgjedhjet janë mekanizmi kryesor që përcakton drejtimin dhe garanton të ardhmen demokratike të vendit. Në forumin Demokracia nën kërcënim, zgjedhjet si një fushbetejë gjeopolitike të organizuar nga Instituti Oktopus, Malaj nënvizoi se sfida më e madhe aktuale është ajo në veri, ku tensionet tregojnë se demokracia është e kërcënuar. Unë mendoj që Kosova në historinë e saj ka ditur të thot fjalën e saj për sa i takon zgjedhjeve. Zgjedhjet kanë pasur një maturi, kanë pasur një përkushtim, qoftë nga ana e qeverive të ndryshme që kanë qenë, që kanë drejtuar, por edhe nga ana tjetër edhe tek partitë. Kemi një demokraci të brisht, edhe ne duhet të jemi gjithmonë në mbrojtje të saj. Zgjedhjet në fakt janë ato që e përcaktojnë drejtimin edhe garantojnë të ardhmen demokratike të Kosovës. Padyshim ajo që ka ndodhi në Moldavi tregon për një kahje pozitive dhe do të thoja një moment shumë të mirë për Europën, ku pati një mbështetje shumë interesante. Ajo që na mundon apo e mundon Kosovën për momentin është sfida në veriun e saj, dhe tregon që pikërisht demokracia është në kërcënimin e saj dhe vetëm do të thoja zgjedhjet e lira, vetëm zgjedhjet e ndershme janë ato që do të përcaktojnë rrugën. Ne kemi dëgjuar këto ditë mbi momente të veçanta të cilat mund të sjellin acarime, mund të sjellin situata që askush nuk do t'i donte, por do të thoja që jemi Kosova është në një proces i cili në fakt kërkon mbrojtje dhe kërkon përkushtim të gjithçkaje që ka arritur. Rajoni, unë mendoj që ka nevojë për stabilitet. Familjarët e ish policit të Kosovës Albinor Spahiu, i cili tash e 4 muaj po mbahet në paraburgim në Serbi, kërkuan drejtësi dhe lirimin e tij të menjëhershëm.
Në protestën e organizuar të martën në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, ku morën pjesë familjar, mesin dhe qytetar, u bë thirrje që institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare të ngrisin zërin kundër asaj që u quajt padrejtësi dhe të mbështesin familjen Spahiu. Arnori, sa i përket gjendjes fizike është mirë, po për shkak gjendjes emocionale dihet se është i lodhur, është i mërzitur nga padrejtësia që po i bëhet. Ndërsa me u maltretu, nuk është i maltretu, sa i përket maltretimi fizike nuk ka pasur. Sjellja ka qenë korrekte. Mirë po, ai po e vuan ata për shkak se është u mbajtur në mënyrë pa drejtë, po thotë se ai policinë ka Kosovës se ka lënë me 1 nëntor ka dhënë dorëheqje 2022-ën. Ndërsa ky akuzohet për rastin cili ka ndodhur në 24 shtator 2023-s. Ka udhëtuar më herët, mirë po nuk është ndalë. Dokumentacionin, të gjitha dokumentacionin kemi dorëzuar avokatit, dhe avokati ka proceduar në prokurori. Dhe institucionet e tona janë angazhuar, mirë po ne kërkojmë që të angazhohen më tepër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po synon që në ditën e zgjedhjeve me 12 tetor të prezantojë 2 lloj të rezultateve preliminare të zgjedhjeve lokale. Rezultatet jo përfundimtare nga zgjedhjet për kryetarët e komunave dhe rezultatet për subjektet politike nga zgjedhjet për kuvende komunale do të mund të transmetohen brenda pak orëve nëse gjithçka shkon sipas planifikimeve nga KQZ-ja. Politike duhet të bëhet në vendvotim pasi të përfundoj procesi i votimit. Prandaj, KQZ po bën përgatitjet që më 12 tetor të publikohen rezultatet preliminare të kandidatëve për kryetar të komunave dhe të subjekteve politike nga zgjedhjet për kuvende komunale. Gjithashtu, gjatë zhvillimit të ditës së votimit në orare të caktuara do të publikohen edhe të dhëna për pjesëmarrjen e votuesve në zgjedhje për secilën komunë, të detajuar për çdo qendër votimi dhe për çdo vendvotim. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Për bisedën në studio me analistin Arton Muhaxheri pas këtij bllokut të lajmeve. Zoti Muhaxheri, mirë se erdha. Faleminderit, Mr. Gjeta. Kënaqësi. Zoti Muhaxheri, sot kalon afati i kushtetuesës, domthonë masës së përkohshme që ka vënë afati 30 ditor. Do ta zhbllokoj vendimi i kushtetuesës gjithë këtë ngërsh politik lidhur me formimin e institucioneve? Më i rëndësishëm se vetë afati është ajo që opinioni publik duhet të di, që gjykata kushtetuese nuk është fajtor për gjendjen e bllokuese që ka ndodhur në institucionet e Kosovës. Pra, është krijuar një percepcion publik, të krijuar pikërisht është krijuar nga partitë politike dhe në veçanti nga partia e parë, sikur gjykata kushtetuese është duke bllokuar situatën politike në vend, sepse partia në pushtet e ka vullnetin për që po pengohet nga një mekanizëm i drejtësisë që është gjykata kushtetuese. Dhe opinioni publik duhet të ketë së qartë që gjykata kushtetuese përkundrazi tenton ta zhbllokojë situatën me vendime që nxjerr, po as se ta bllokojë atë. Dhe kjo natyrisht nuk bëhet rastësisht, sepse ajo bëhet për ta bindur opinionin për një veprim tjetër të radhës që mund të jetë bllokues pavarësisht të vendimit të gjykatës kushtetuese. Pra, kjo është thelbi i problemit më shumë se çdo vendim tjetër që e nxjerr gjykata kushtetuese. Po, presni që ky vendim të zbatohet ose të si më thon nga partia fituese e zgjedhjeve, sepse kemi pa disa deklarata që mund ketë obstruksion ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese dhe edhe nëse ai respektohet edhe si më thon vazhdohet tutje. Në fakt, asnjë vendim deri tash nuk është që nuk është respektuar dhe nga partia në pushtet. Në një formë ose tjetër ata kanë respektuar me shumë zhurmë vendimin, por pasi të respektojë vendimin, ata kanë hedhur aq shumë balë mbi ata gjyqtarë të gjykatës kushtetuese, sa më nuk ka pas efekt edhe sikur të respektojnë në tansi vendimi i gjykatës. Çfarë do vendimi që nxjerr gjykata në të gjitha situatat, edhe paraprake, edhe tash, ky pushtet, ajo që ka ditë më bëu mas mirë është me i kritiku për vendimin nëse nuk ju ka pushtat. Dhe në kohën kur
një vendim i gjykatës për shtati, për interesat e tyre, atëherë gjykata kushtetuese është e mirë. Prandaj po them që është shumë e rëndësishme që gjykata kushtetuese ta nxjerrë një vendim, natyrisht gjithmonë nxjerr vendime zhbllokuese, sepse tendenca e gjykatës kushtetuese është për me zhblloku situatën, dhe jo me blloku, por apetitet politike të partive politike janë të tjera që e duan pushtetën dhe duan të qëndrojnë me çdo kusht, sepse nuk i kanë fituar krejt siç kanë dashur. Dhe në momentin kur nuk i fiton krejt siç i don dhe nuk i miq për krijuar koalicione, atëherë ajo që ka të mbetet është me hedh gur dhe balt mbi njerëzit që mendojnë që po ta bllokojnë procesin, sepse konsideroj që gjykata kushtetuese është një prag i lartë i demokracisë për një subjekt i cili nivelin e demokracisë ka 9-0. A ka pas nevojë që gjykata kushtetuese të merret kaq shumë për këta muaj dhe të ketë 3 kërkesa për, si më thoni, varforme për të avizatu partive politike gjithë procesin që duhet shkohet, sepse do duhet ta dinin edhe kushtetuta jonë ju e dini është një domethënë kogja e përparuar ku ja u lën dorë të zgjidhin edhe politikisht dhe jo vetëm përmes akteve kushtetuese. Kushtetuta jonë e promovon dialogun ndërpartijak dhe të gjitha vendimet që kanë nxjerrë deri tash kanë qenë në atë frim, por ka parti politike për me hub kohë dojmë me avzatu komplet skemen se si duhet të veprohet në hapa pas hapi, pa jo nuk ndodh. Gjykata kushtetuese e interpreton një vendim ose një lënë që çon një parti politike ose një grup parlamentar çka do qoftë, por ajo nuk mund ta vizatojë në formën që ata duan. Prandaj nuk ka pas nevojë të vi deri këtu sepse vendimi i parë ka qenë i qartë se si duhet të rrjedh kjo situatë. Dhe unë kam drojen që edhe vendimi i fundit do të jetë pashtu i tillë dhe do të lexohet ndryshe për secili subjekt politik. Nuk e dini se keni vërejt. Secili vendim politik, secili vendim nga gjykata kushtetuese, partitë politike e lexojnë sipas qefit të tyre. Prandaj këtë dozë të mjegullisë në këto vendime të gjykatës kushtetuese e shton edhe ekspertat e kushtetues që dikur kanë qenë brenda gjykatës kushtetuese, siç është zotëri Kadri Kryozeu ose Enver Hasani, të cilët vënë me kthjell situatën, me jep opinione që kthjellin situatën, ata japin opinione që bëjmë sa më shumë mjegull dhe pse po them. Madje kanë deklarime të ndryshme dhe të kontraktërsisht. Nëse unë them një vendim të gjykatës kushtetuese interpretojnë nuk qam perë sepse nuk jam unë autoriteti, por ata kanë qenë autoritet dhe fjala atyre ka shumë pesh. Prandaj ata duke u nxit me zveti nga lart, po bëjnë interpretime komplet të kundërta dhe ne nuk kemë nevojë me pas interpretime të kundërta. Kemë nevojë me pas interpretime neutrale që nuk ja bën shefin as njërës palë dhe as tjetrës. Vendime që lexon objektivisht. Edhe që zgjidhin situata, zgjidhin këtë krizë, sepse Kosova është 8 muaj pa institucione dhe ju i dini konsekuencat. Mendoni që do të bëhet obstruksion edhe ndaj këtij vendimi të fundit edhe që në mënyrë që të mos ketë zgjidhje të situatës? Po gjithmonë do të ketë mundësi. Sepse nuk ju konvenon të si duket asnjëherë palë që të vijë në pushtet. Pas këtij problemi në kryetar do të na krijon një problem tjetër. Dhe ai problem sigurisht do të krijohet po nga partitë politike. Dhe atë çka bëhet dëgohet në gjykatë kushtetuese dhe kështu shtyhet procesi i krijimit të institucioneve derisa një kohë të bën bashkë për një interes për mërëqu vendin zgjedhje. Domethënë, unë nuk besoj shumë që do të jetë një zgjedhje lehtë për t'i krijuar institucione, sepse nuk ka vullnet politik e këtë vullnet duhet ta ketë partia parë. Nuk mund të thuash unë du mi kriju institucionet dhe mos të aftosh partitë në bashkëbisedim për t'i krijuar institucionet. Dhe kjo për në ndodh neve dhe prandaj jam skeptik shumë që situata do të zhbllokohet edhe pas të vendimi. Po, a beson që kjo situatë u kriju për shkak të pakënaqësisht, domethënë nga te partive politike me rezultatin e zgjedhjeve? Sepse Tazom lëvizjeve vendosje kërkoi 500.000 vota. Në anën tjetër partitë tjera pretendonin që të kalonin ndoshta 30-in, domethënë 30% dhe asnjëra nuk e arritën këtë dhe tash kanë mbetur në një pozicion ku asnjëra palë nuk mund të jap zgjidhje. Zgjidhjet domethënë qëndrueshme po themi. Besoni këto që është bën kjo nga kjo pakënaqësia me rezultatin zgjedhor? Ajo që vrehet, ne do të shohim nga prizmi kush po bllokon. Kush po jap zgjidhje për zhbllokim dhe cili është ai që po bllokon.
Partit ish opozitare, në vazhdimësi ka një zgjidhje për zhbllokimin e situatës, por kush po bllokon është partia që ka qenë deri tash në pushtet. Prandaj ne nuk mund t'i bëjmë fajtor të barabartë gjithë për situatën që jemi sot. Por fajtor ka. Fajtor ka, natyrisht ka. Se gjithë kush më shumë, kush më pak. Secili e ka fajin e vet në raport me votat që i ka marrë, me përgjegjësinë që i ka marrë. I pari do të provojë të krijojë institucionit, i pari po ik nga përgjegjësia dhe nëse tenton, dështon dhe kalon te i dyti, pastaj duhet edhe i dyti të fajsohet njësoj si i pari, por aty nuk kemi ardhur ende. Çka ne kemi parë këto muaj, kemi parë gjithmonë propozime që partitë ish opozitare kanë një propozim për të zhbllokuar situatën. Ajo që kemi parë është mos gatishmëri nga partia fituese ose partia e parë për të zgjidhen për të zhbllokuar vendin nga kjo bllokadë. Dhe unë mendoj që atyre ju konvenon sa më gjatë të kjo situatë kështu, për të është më mirë, sepse po veprojnë në pushtet. Duke po qëndrimin e deri tashëm për listën serbe, mendoni që edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese do të zgjidhet kjo dhe do të votohet një kandidat i listës serbe për nënkretar, e që në fakt ata nuk po heqin dorë nga Slavko Simiqi? Në fakt gabimi i parë ka qenë kur janë votuar nënkretar nga minoritetet ndarës. Ka që ndarës votohen nënkretarët bashkë, duke përfshirë edhe listën serbe, të minoriteteve, sepse nënkretarët shqiptarët votohen ndarat për komuniteteve. Dhe këtu, Dimajt Basha, kryetari që është tash aktualisht në kuvend, në kryet kuvendit, ai ka bërë këtë ndarje për ta quar blokadën në një haptutje. Në natyrisht që lista serbe do të reagojë për interesat e veta dhe ka reaguar dhe prandaj kemi situatën këtu ku jemi. Nëse do të vepronte ndryshe Basha në kohën kur e ka marrë kuvendin, kur janë në kryet kuvendit, situatën do ta kishin zhbllokuar, por tendenca ka qenë me u blloku situata dhe jo me u zhblloku. Po, mendoni që zgjedhjet janë duke u por me përfundimin e mandatit të presidentes në prill të vitit të ardhshëm dhe kështu duke u prolongu, duke u shtyr përmes këtyre obstruksioneve që po bëhen nga partitë, përmes dërgimit të landëve në gjykatën kushtetuese ku pastaj edhe kushtetuesja po merr kohë një muaj e gjys derisa po e merr vendimin, që të shtyhet dhe të vihet atëherë dhe si më thon pazarët politike të jenë më të mëdha? Unë mendoj që zgjedhjet duhet vinë pa kaluar fati i mandatit të presidentit. Duhet ndodhen ato në janar, në dhjetor. Megjithatë, kur t'i kalon mandati i presidentit, të kenë një marrëveshje politike, të kenë zgjedhjet të reja. Edhe mandati i presidentit. Po them pikërisht për më fut në lojë në kjo. Mendoni që janë të e kalkuluar. Realisht keq ka ndodhur kohëve të fundit është kalkulim. Kalkulim nga të gjitha subjektet politike, sepse nuk po ofrojnë zgjidhje, e veçanti kalkulimet më të mëdha po i bën partia e parë. Ajo që unë mendoj që do të ishte mirë për Kosovën, që zgjedhjet të bëhen dhe marrëveshja të arrihet pa i kaluar mandati presidentit, sepse në momentin që i kalon presidentes mandati, dihet kush bëhet ushtrues detyri i presidentit. Është personi më i kompetent, që është Dimajt Basha për të qenë ushtrues detyri i presidentit të Republikës së Kosovës. Pse është më i kompetent? Po natyrisht, ne dim çfarë nivelit njohurive ka ai, ne dim çfarë kredibiliteti politik edhe individual ka ai. Po ai është votuar nga deputetët. Edhe aq më tepër. Populli mund të votojë gjithçka. Por ne vlerat po edhe nga populli edhe nga po është votuar nga partitë në kuvend, po është votuar në këtë rast edhe nga PDK. Jo vetëm nga vetëvendosja partia e tij. PDK duke se ka jap një premtim publik që kundër që e vendosnin në krye. Megjithatë, përjashtimisht anëtarët e qeverisë, ne do t'i votojmë. Po megjithatë ai ka pas parasysh që mund të jetë edhe një kandidat i tillë që mund t'ja sepse tek e vonit vetëvendosja ka qenë këdo. Nuk besoj që dikush ka menduar që Dimajt Basha do të jetë kandidat, por ata kanë besuar vetëvendosja që nuk votohet Dimajt Basha. Prandaj Dimajt Basha ka qenë një hap tutje për bllokadë, por dhe ata janë çudit kur u votoi Dimajt Basha, sepse ishte premtim publik i një partie politike që ka traditë institucionale, që ka po ashtu traditë në mbajtjen e premtimeve. Dhe ata kanë bërë fjalën e vet. Dhe në momentin që ti e propozon Dimajt Bashën, hajni ja pafsh ku e ke kryetar kuvendi. Dhe tash çka po ndodh që çka s'duhet më ndodh që Dimajt Basha s'duhet të jetë ushtrues detyre, e sidomos në krye të shtetit të jetë dikush që ka njollos luftën e ushtrisë lëndare të Kosovës dhe ne jemi dëshmitar të gjithë. Ai po çuditem që nuk ka reagim masiv kundër prezencës së tij në atë institucion. Ai s'duhet të jetë aty, asnjë ditë s'duhet të jetë.
Megjithatë, Oveloçikës ka paralajmëruar dhe protesta sepse ka kërkuar shkarkimin e tina. Mirëpo megjithatë ai ka përmes një kërkese e ka hek emrin nga ai punim, të cilin thotë se nuk e kishte realizuar në fakt kur është punu, sepse nuk është bërë nga ai, por ky e ka shkruajt vetëm pjesën për ekstremizmin fetar. Është totalisht mashrim. Ne as një argument se kemë pa që ai është larguar, do të thonë nuk e ka prezantuar përveç një deklarate asgjë më tepër. Do të thonë ne nuk mund të besojmë Dimajt Bashër për deklaratat që gjithmonë i ka pas pa vërteta në shumicën e rasteve, madje sot është dënuar për shpifje 25.000 euro. Kujt i besojmë? Ti besojmë? Po dhe sikur ta kish larguar, është vonë sot. Nuk duhet. Do të thonë është vonë ti besojmë një personi si Dimajt Basha. Ai e ka njollos luftën e UÇK-s, besoj që edhe Serbia be ta kishte sajnu për me njollos kaq ashpër UÇK-n s'kish ditë me bëma mirë. Në çfarë niveli jemi arë. E kemi kryt vendi, kush mund na bëhet ushuzë tyre të presidentit të Kosovës. Prandaj zgjedhjet duhet të bëhen sa më shpejt që ai person të mos jetë në kryet e detyrës. Po, a do ta zgjedhë këtë situatë të zgjedhjet? Do të kishte e parashen një rezultat tjetër i cili do të mund të themi ta bënte një qeveri edhe stabile, por edhe nuk do të mund asnjë parti që ta bllokonte vendin edhe institucionet në këtë mënyrë që është bllokuar deri tash? Sakt, ajo që ne po vrejmë çdo ditë, edhe nga sondazhet e caktuara që po organizohen, është që qytetarët e dinë që bllokuesi është partia e parë. Dhe momentin që ata thonë bllokuesi është partia e parë, nuk besoj që do ta votojnë sërish në këtë numër sa kanë votuar. Dhe unë pres që kjo tkurje të vazhdoj për vetëvendosjen, do të bie hala më shumë, ndoshta më shumë se sa do të mund ta imagjinojmë edhe vetë ne, dhe krijohet një klim tjetër ku partitë tjera dhe partitë përgjithësi mund ta bëjnë një koalicion tjetër. Edhe tash ishte momentumi për ta bërë një qeveri të opozitës, por bllokoi LDK-ja njërin, bllokoi vetëvendosja njërin tjetër. Do thotë që kishte bllokada edhe nga ish partitë opozitore, jo vetëm nga vetëvendosja. Natyrisht, ajo që ka propozuar LDK-ja për ta bërë një parti të unitetit, duke parë pas edhe vetëvendosjen në atë koalicion, mendoj kjo kohë për ato parti ka vdekë, nuk mund të ndodhë diçka e tillë më. Ka ndodhur në kohën kur shqiptarët kanë qenë dashur të bëhen bashkë për shkak situatës politike kundër Serbisë, se sot nuk ka nevojë të kemi parti uniteti. Ky është propozimi më bajat që ka bërë Lumir Abdigjiku, s'ka qenë dashur. Madje më zë që kanë qenë dashur të bashkëpunojnë partitë opozitare, të cilët disa herë kanë bërë shtesë të bëhen unik dhe ta krijojnë qeverinë. Sikur të mos bllokonte Abdigjiku në anën e opozitës dhe Kurti në këtë anën tjetër, unë besoj që institucionet do t'i kishim nga partitë opozitare. Megjithatë, edhe nga partitë opozitare, ish opozitare, zoti Abdigjiku tha që ose LDK-ja më mirë, eksponent e saj që vetëm nëse e marrin postën e kryeministrit, do të mund të futeshin në një koalicion dhe të bënin me partitë ish opozitare. Edhe kjo është një blokadë, sepse të ke funit nuk mund të kalohet edhe partia e dytë dhe të merr partia e tretë postën e kryeministrit. Në momentin që fillon me vendos kushte, ti nuk po do me pos zgjedhje. Dhe ai ka vendos një kusht, për pozicionit të tretë dhe po kryen zgjedhje. Nuk bëhen zgjedhje ashtu. Prandaj janë partitë politike, pa janë negociatat. Prandaj komunikimi ndër partijak është i nevojshëm për të zgjedhje dhe ata as hapin e parë nuk kanë bërë esdomos me fajin LDK-s për të ardhur te kjo pikë. Momentin që zgjen te kjo pikë, pika tjera janë të parëndësishme. Por hapi i parë ka qenë dialogu ndër partijak, bisedimet për jo një fillimisht propozicione, por a është i dëmshëm ky person me qëndruar në pushtet. Nëse është i dëmshëm jemi dakord, ta bëjmë qeverinë opozita. Kështu ka qenë dhe provë. Pa vendos kushte se kush është kryeminist. Pa vendos, hapi i parë pa vendos kushte. Pa e filloi me kusht dhe ky kusht ka jap një alarm që nuk ka interes për të vazhduar tutje. Dhe jemi sot ku jemi. Që do të thonë blokad ka nga dy palë dhe jo vetëm mos shihet vetëm nga partia fituese në shtat. Por sigurisht bazë të peshës natyrisht, krijimin e qeverisë nga opozita e ka bllokuar LDK-ja. Kjo ka emër blokada, pse nuk kemi qeveri të opozitës. Ndërsa, Kuvendin edhe po ashtu krijimin e qeverisë nga Kurti e ka bllokuar vetë Kurti, sepse nuk është gati me marrë përgjegjësitë, edhe jemi këtu që një 8 muaj të fol për të njëjta tema në për gjitha mediat, kam përshtypjen ka edhe vetë po përsëritna, po më duket fjalimi jam
deja vu kudo që përshkoj se s'po ndodh kur gjë e re. E vetmi ato që po ndodh është që ne kemi sanksione, kemi prishet marrëdhënieve me SBA, aliati kryesor, dhe kemi një deklaratë skandaloze të kryeministit në detyrë në SBA para disa studentave. Po pikërisht për këto desha të pyes, domthonë apo thellohet edhe me tutje kjo përçarja ose ky hendeku mes Kosovës dhe ose më mirë themi pushtetit dhe SBA-s? Ma thellë se kaq vetëm nëse fusin lizese s'ka ka shkon. Do thonë me shkutin në Amerikë, në një vend të mbledhur me student, t'ju thu studentëve që Amerika po don unë me respektu sovranitetin e vendit, e këtu në anën tjetër, ke shkel ligje, ke shkel kushtetutën në vazhdimsi, madje edhe vetë pozicionin e ki jo legjitim, sepse Gjykata Supreme e ka dhënë një verdikt se nuk mundesh me mbajtë dy pozicione. Ditën voton si deputet, mbas dite shkon e merr vendime në qeveri. Do thonë komplet një shkelje që ai bën dhe thot po më shtin Amerika me mëse mbrojt sovranitetin e veri. Kaq hipokrit të këtyre përmasave. Kjo Kosovë nuk ka pas kur dhe nuk besoj që do të vjej dikush tjetër në këto përmasa të hipokrizisë së tij. Cilat janë pasojat e ndalimit ose e pezullimit të dialogut strategjik mes Kosovës dhe SBA-s? Pasojat janë të jashtëzakonshme sepse bëhet fjalë për sigurinë, zhvillimin ekonomik, investimet, të gjitha këto i kitë pezulluar me Amerikën. Dhe ndërsa Serbia është duke i marrë. Dhe Albin Kurti, me dashje pa dashje, s'mund paragjykoj, po ja ka bërë një argat të fortë Serbisë në këtë rast. Sepse në kohën kur neve na pezulluan, vendimi strategjik me Serbinë veç i apruan, realisht i vazhduan në dialog. Për çka ne u ndëshkuam dhe nuk e kemi. Prandaj me dashje pa dashje nuk dua të paragjykoj, Albin Kurti ka bërë favore Serbisë për mi rregullu raportet ai me ndërkombëtar këto 5 vjet si ka bërë as kush tjetër. Po edhe një po duhet me përsërit, besoj që sikur të kishim mbajt trajnim nga ndonjë shërbim sekret për t'i bërë dëm vendin ka shumë se kemi bërë, s'kishim ditë më shumë. Mi po dëm. Këtë situatë janë. Po megjithatë, përveç SBA-s kemi mosat e Bashkimit Evropian edhe tash 2 vjet që janë vendosur dhe ende nuk janë ikë. Ato janë më të hershme. Kjo është tjetër skandal që ka ndodhur në atë kohë. A nuk morëm mësim nga ato? Jo, nuk marrim mësim. Realisht edhe jam i bindur, duke njohur edhe formën që si funksionojnë ata, kur s'kemë marrë mësim. Do thonë, ai se ka hiç problem në vendin gjendjen ku mund të jetë vendi. Ai ka probleme tjera. Ai mendon diçka tjetër. Cili është problemi më i madh se sa interesi i qytetarëve dhe i vendit? Kemi ekonominë që është jo mirë, kemi bizneset cilat janë rënduar me rritjen e energjisë elektrike dhe daljen e tregut e lirë, kemi paralajmërim që ka zvoglim të numrit të punëtorëve për shkak të kësaj ngritje. Raportet ndërkombëtare edhe të Bankës Botërore thonë që Kosova është e para në botë me të kurrin e popullsisë në vitin 2024. Domethënë ka ndodhur një ikje masive, është dikon rreth 10% që kanë është kurr Kosova si popullsi. Domethënë a do të jenë këto alarm për institucionet? Po, fiks. Kjo ndodh për shkak një situate shumë thelbësore. Pse po ndodh kjo? Duhet për me bëu vepra të mira për shtetin, me mendu për shtetin, duhesh me ndjej shtetin. Dhe ky person nuk e ndjen këtë shtet. Pse nuk e ndjen? Sepse as nuk e ka shtiru, as nuk e ka kriju institucionet, as nuk e ka kriju as një mekanizëm shtetëror që vepron në Kosovë nuk është dorë e tij, as merit e tij. Prandaj i ka marrë si të gatshme. Dhe gjanat kur miren si të gatshme, ma lehtë i kemi shkatruar, se nuk është as djersa, as gjaku, e as mundjet. Dhe ky është duke vepruar në këtë situatë dhe këtë shtet nuk e ndjen. Derisa nuk e ndjen, vepron kështu siç po vepron. Megjithatë ai nuk po mendon kështu, zoti Muhaxheri, se po thotë qeveriu e ka themin të shliru nga bandat kriminale dhe krimia në atë pjesë. Tash mund të shkosh lirshëm dhe ju sikur para 2 vite, 3 vite që nuk e guxu të lëvizësh i lirë në atë pjesë. Rezultati i veriut do të shihet me 12 tetor. 12 tetor do të thehen në institucionet e kuvendeve komunale lista sërbe cila po garon, sepse ka shumicë në fiton. Dhe aty do shihet komplet puna e tij
që ka bo për to 5 vjetë që në ka bajt blok vetëm me vërim. Ne thëshim papunësia të ke vërim. Ne thëshim gjendja keqe në arsim, këtë ke vërim. Ne thëshim gjendja keqe në shëndësi, këtë ke vërim. Tash do shihet pesha e këtij shtjerimi në thojza të Vereut që ka bë Albin Kurti. Unë mendoj që shtjerimi i Vereut ka ndodhur 99-ën. Jo tash. Ka ndodhur atëherë kur UÇK-ja bashkë me atë të ndërkombëtari ka bërë shtjerimin e Kosovës edhe Mitrovicës natyrisht. Por këto janë manipulime të opinionit publik që ne nuk duhet të bijmë prej e tyre. Duhet të lexojmë sa më shumë, gjithë ne qytetarë, duhet të lexojmë se Albini i konsideron të palexueshëm, prandaj edhe flet, edhe ka lirinë, edhe këtë komoditetin e folë se thotë 42% e qytetarëve janë analfabet funksional, dhe ai po flet me çë target personave. Dhe nëse ne lexojmë, të gjithë ne lexojmë e kuptojmë qartë situatën, se Mitrovica u shliru në kohën e vet, jo tash, dhe situata nuk është ashtu siç përban ai. 12 tetori zgjedhjet lokale do ta vërtetojnë të kundërtën e asaj që thot Kurti. Po, kryeministri shkoi në SBA atje dhe takoi disa kongresist, domthonë OJC ose organizata shqiptare amerikane. Si e pat ju këtë vizitë atje? Donë se u tha që nuk është ftuar nga State Departmenti ose njerëz të fuqishëm ose me funksione të larta në administratën Trump. Mendoni që është kjo një shkrirje të themi kështu e raportit, sepse nuk e kemi pa shpesh duke udhëtuar në SBA? Përveç këto vizitat ose këto udhëtimet në SBA të Kurtit në këto formate mund t'i bëjmë edhe unë ti pa pikë problemi, që nesër. Pa pikë rëndësi janë ato. Pa pikë vlere, pa pikë rezultati për shtetin e Kosovës. Ti mos pari të gjithë i në Amerikë, edhe Vjosën, edhe Doniken, edhe Albinin, atë gjendë të pak koordinume, sepse s'kan plan, sepse janë thirrë privatisht. Ata janë shku privatisht me pare tonë atje. Dhe natyrisht s'kan me pasur rezultat. Kongresmen takohen me të gjithë. Edhe në kalumen. Nuk e kanë telash ata. Po neve për na mbyllë dera që s'duhet me na mbyllë. Dera shtëpisë bardhë. Dhe këto janë që të mesazhe. Që ajo është i pa dëshiruar për atë shtëpi atje. Se vizita personale, edhe unë ti mund t'i bëjmë dhe takojmë pikërisht me qëta njerëz të njëjtë dhe mund të bëjmë foto, edhe me policë në rrugë mund të më taku. Nuk është nëj telashe këma vetë. Por natyrisht kjo propagandë që ata kanë me ndërtu, kanë me thonë, shkoj Albin në Amerikë, u taku me këtë kongresmen, u taku me këtë shoqat, apo dhe me disa policë aty, por nuk janë të dobishme, në fakt nuk i sjellin asnjë dobi Kosovës, po mund t'i sjellin dobi ati për me që propagandën një hap me tutje për njerëzit ose militantë të tij. Po, megjithatë, Vjosa Osmani pati një takim është pritë edhe nga presidenti Trump, në pritje që u bëri liderëve. Po, ajo është pritje formale për protokolare. As ajo nuk ishte alamet pritje. Një fotografi 30 sekonda që ashtu ndodhen ato atje. Dhe njerëzit që i dinë protokollet ndërkombëtare, e dinë mirë si funksionon situata atje. Takimet korridore, të thonë që kena pas biseda përmbajtësore, janë filmat me trazhe shkurt që demi kriju veç Vjosa Osmani, janë komplet të parëndësishme. Një foto me Trumpin, rregull, kanë bërë gjithë liderët tonë, edhe të kalumen, po takimet janë të shkurta, janë formale, janë kretë protokolare. Po, jemi kretë ka funit, do të flasim për një temë tjetër, e cila është po aq e rëndësishme, zëni Maxheri, Haga. Është dëshmitari i 4 i mbrojtjes, ka fillu sot dëshminë atje. Si e ke pa gjithë këtë proces, domethënë, të dëshmitarëve të mbrojtjes, duke filluar nga James Rubin edhe deri sot që nisi dëshminë ish ndihmësi ose zëvendësi i Bernard Kushneshit. Si duket aq sa unë kam përcjell tribunalin në Hag, në fakt gjykatën speciale, ajo tashmë me dëshmitarët e mbrojtjes është duke marrë kaje tjetër. Natyrisht shumë pozitive për të gjithë ata atje, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selipnin, Jakub Krasniqin, do thonë është duke marrë një kaje jashtëzakonisht pozitive, sepse mbrojtja është shumë kredibile. Do të thonë dëshmitarët e mbrojtjes janë shumë kredibil. Nga një mbrojtje të prokurorit ku flitet për lop, flitet për mësysh, flitet për magji, kemi ardhur një mbrojtje
jashtëzakonisht kredibile dhe njerëz të kohës kur kanë marrë vendime për të ndodhur kjo që ka ndodhur në Kosovë. Pra, ajo që unë mendoj që me qenë se unë i kom njoft e di kontributin e tyre, por mesazhi që po jepet sot atje nga dëshmitarët e mbrojtjes është për ata që kanë gjujt balt mbi këta persona, mbi të gjithë ata që janë atje duke u gjykuar për lirinë e Kosovës. Ai mesazh është për ata, se sot rëndësishëm, çfarë asete kemë në Kosovë, dhe ne nuk i kemi ditur sa të rëndësishëm kanë qenë ata për Kosovën, në çfarë kushte është punuar, në ato rrethana për të krijuar alat. Dhe sot vjen dikush me një veprim të papërgjithshëm i shkatron ato marrëdhënie. Dhe janë krijuar në kohë vështira. Dhe këta dëshmitar që janë në Hagë nuk po japin mesazhe vetëm për dëshminë e tyre, në mbrojtjet e tyre, po japin shumë mesazhe të tjera. Çfarë historiku ka qenë, çfarë ngjarje ka ndodhur, çka kanë bërë ta njerëz për Kosovën, duke të kaluar veten e vet, për të jetuar në sot dhe për të ardhur Albin Kurti kryeministër. Prandaj po them, është procesa që ka marrë një kaje jashtëzakonisht pozitive. Besoni që do të rrëzohet gjithë kjo narrativa, gjithë këto pretendimet e prokurorisë që UÇK ishte ndërmarrje e përbashkët kriminale, siç edhe është akta akuza e ngritur ndaj 4 shes e madhe të UÇK-s. Dëshmitari i parë James Robin e ka rrëzuar në deklaratat e tij të para atë pretendim. Ka qenë aq i saktë, aq preciz, që kjo nuk është ndërmarrje e përbashkët kriminale. Madje në fund jo dini, edhe i dha kritika gjykatet speciale si po i mbani ta njerëz pesë këtu. Kryekput, kjo gjykat është krijuar nga agjenda të caktuar shqiptare në Kosovë, në bashkëpunim me Serb, Rusin, Serbin, dhe sot njerëzit atje janë duke u mbajtur thuajsi një lloj pengu politik që unë e uroj nga zemra që sa më shpejt janë këtu dhe Kosova ta merr drejtimin që e vërtet është i nevojshëm. Po, beson që në fund të këtij procesi që paktën po pritet që në fillim të vitit tashëm vetëm të përfundoj dhe sepse mbrojtja nuk është që ka dhe shumë dëshmitarë mbrojtjes. Mendoni që do të jetë një akt gjykim lirues ky? Unë jam i bindur 100% në këto që ne po shohim, në ato që apo na paraqiten, mbrojtja si është duke vepruar, pafajësia atyre është e pashmangshme. Në çdo vendim tjetër është mbajtje dhunshme aty atje, sepse nuk duket çast ka argumente. Thash, nga lopt e magjia e mësyshi, kemi ardhur tek James Robin me deklarata, me dëshmi të jashtëzakonshme për ta. Të gjithë dëshmitarët në fakt po e përmendin që shtabi i përgjithshëm nuk është që ka pas një si me thonë një strukturë ku do të dinte se çka po ndodhte në gjithë territorin e Kosovës, në të gjitha komandat. Ata po thonë që komandantët e shtabeve i kanë pas gjitha ato kompetencat. Dhe ju zoti tha që nga atje. Edhe sikur të ishte situatë komplet normale, jo gjendje lufte, nganjëherë ndodh tikin gjanat. Jo në gjendje lufte, e më jep përgjegjësi dikujt që natyrisht s'ka pas kontroll mbi formën se kanë vepruar zonat operative. Apo kjo është, po tendenca ka qenë kjo, por me pru situatën dhe në këtë nivel ku ata duhet më bëjë për gjithë shka që ka ndodhë, edhe për një lopë që ka hupë, e dikujt atje. Apo më tënë ku jemi, do të thonë, këtë kjo ka qenë një farë lidhje, zinxhir, mes mekanizmave shqiptar, shqipfalës, të këti vendi, që jetojnë edhe sot në Kosovë, besoj, edhe në Serbi, edhe në Rusi, për t'i quar këta luftëtarë tanë në tribunalin e Hagës. Madje ne kemi deklaratë të ministrës drejtësisë, që vetë ka deklaruar ka qenë dosje. Prandaj të ministrit punëve të jashtme Donikës, Donikës, megjithatë ajo tha që nga 2018 nuk ka folur, nuk ka diskutuar më asnjëherë dhe madje kërcënoi që do të bën padine nëse edhe herë dikush e përmend. Po ai ka kryer këtë punë, vetë pas ka thonë që kam deri në 2018 ki pas marrëdhënie me ta. Dhe na tregon çka ki pas marrëdhënie me ta. Çfarë biseda ki pas me ta. Do të thonë deklarata e tij është kjo, nga 2018 atu që ti e din çka ki po. Po deri në 2018 e ki pranuar vetë që ki fol me ta.
Ashtu e tha realisht, deklarata e saj ke ashtu. Atë na tregoj që ki folë me ta den 2018. Do thonë, kemi kësi njerëz të brendshëm Kosovë që edhe bashkëpunimet e tjerë e kanë pru situatin këtu ku jemi sot. Si ke po mos deklarimin e zyrtarëve të shtetit në këtë rast për fillimin e dëshmive të njerëzve të cilët kanë qenë në funksionet e larta gjatë luftës dhe pas luftës dhe të cilët kanë nisë edhe po dëshmojnë në mbrojtjet e thagjet të tjerëve dhe njëkohësisht edhe mos vizitën e tyre tash e 5 vjet, domethënë në nëntor bëhen 5 vite prej se janë në paraburgimin e Hag 4 që e madhe dhe ende nuk kemi po përveç zotit Kunjufsa që ka qenë dhe e ka vizitu bashkëpartiakun Recep Selimi por jo të tjerë. Albin e ka japë një arsitim pse s'u shku me vizitu sepse shumë dokumenta me plotsu, domethënë është lodhë dhe me plotsu shumë dokumenta, s'oni plotson ato. Unë edhe që ata janë në panik, në ankth, nuk e duan shlirimet të tyre, sepse marrën tyre Kosova ka me marrë komplet një qasje tjetër, një kaje tjetër, një kaje pro-perëndimore, pro-amerikane. Ajo që s'na duhet sot, janë këta që janë aktualisht. Ajo që si duhet Kosovës, janë këta që janë aktualisht. Prandaj ata kanë frikë nga kthimi i tyre, sepse u pan protestat në mbështetje të tyre. U marshet që u bën për lirimin e luftëtarëve të UÇK-s. Prandaj ata diku e ndjejnë një rrezik dhe nuk reagojnë, bllokojnë fonde, nuk shkojnë vizitojnë. Nganjëherë japin deklarata të çuditshme, thotë nuk i përzijin punëve të drejtësisë se këtu sa të mundet përzihet e i shanë gjykatën kushtetuese, secilën gjykatë. Kjo është situata ku jemi sot ne. Po, do të motë edhe një protestë në tetor në Tiranë. Po, si më thonë, po rumbullaksohet ajo pas Prishtinës, Hagës, tash edhe në Tiranë. Mendoni që është e duhur kjo edhe në Tiranë që të duke qenë se Tirana, Shqipëria ishte e kyçur jashtëzakonisht shumë edhe gjatë luftës me domethënë pranimin e shumë refugjatëve anej, domethënë edhe njëkohësisht edhe shefi i shishit do të dëshmojë në Hag, Fatos Klosi. Është e domosdoshme, është kjo e duhur kjo protestë në Tiranë pas? Çdo reagim qytetar, qoftë që bëhet në Prishtinë, në Shkup, në Tiranë, në Hag që bëhet, e ka një sinjal edhe një alarm që ky popull mund duroj, po jo shumë gjatë se duron padrejtësinë. Reagon. Do thonë, të gjithë ne me sy hap po e shohim padrejtësinë atje. Dhe unë mendoj, sa më shumë reagime, marshe, të tilla, i bëjnë mirë situatës, sepse ata nuk janë vetë atje. Sigurisht, kërkim drejtësisë kundër padrejtësive. Këtë poplin e kanë bas. Prandaj ky mesazh duhet të qohet në vendin ku duhet, sepse këto po ndodhin pasi të gjithë ne kemi parë dëshmitë e prokurorisë. Nuk ka ndodhur përpara. Ka ndodhur tash kur ne e dimë çfarë dëshmitar ka e ku qysh u nis e ku po do me përfundu situata. Prandaj domosdoshme reagime qytetare, kudo. Zoti Maxheri, unë të kisha falendëruar shumë që ishe sot në Info-D. Falënderit juve, respekt. Ndëruar shikues, ne kaq kishim për sot, ju qëndroni me programet e DTV Media e ne do të shihemi sërish nesër bashkë. Mirupafshim.